Në një kohë kur trafikimi i personave mbetet një nga sfidat më të ndjeshme për shoqërinë shqiptare, në prefekturën e Qarkut Kukës u zhvillua takimi i radhës i Komitetit Rajonal të luftës kundër trafikimit të personave i drejtuar nga prefekti Dritan Baj, një herësh kryetar e këtij komiteti. Takimi u fokusua në raportimin vjetor të punës realizuar gjatë vitit 2025, duke mbledhur në një tryezë të përbashkët anëtarë të Komitetit Rajonal Antitrafik, përfaqësuesit e tryezës teknike antitrafik, strukturat e rendit, përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve arsimore, shërbime sociale si dhe aktorë të shoqërisë civile. Gjatë mbledhjes u evidentuan aktivitetet ndërgjegjësuese të zhvilluar në shkolla dhe komunitete, trajnimet për profesionistët e linjës së parë, si dhe forcimi i mekanizmave të identifikimit të hershëm të rasteve të mundshme të trafikimit. Sipas raportimeve të paraqitura, gjatë vitit 2025 në Qarkun e Kukësit është evidentuar vetëm një rast i tentuar i trafikimit të personave, i cili është parandaluar në kohë falë ndërhyrjes së strukturave ligjzbatuese dhe bashkëpunimit të koordinuar mes institucioneve. Ky fakt u vlerësua si një tregues pozitiv i funksionimit të mekanizmave rajonal dhe i rritjes së vigjilencës institucionale. Prefekti Dritan Baji theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndër institucional dhe rolin kyç të çdo strukturë në parandalimin, identifikimin dhe referimin e rasteve. Ai nënvizoi se lufta kundër trafikimit të personave kërkon jo vetëm reagim, por mbi të gjitha parandalim, edukim dhe mbështetje për shtresat e më të rrezikuara të shoqërisë. Në përfundim të takimit u miratua plani i veprimit për vitin 2026, i cili parashikon forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes institucioneve, zgjerimin e aktiviteteve informuese, rritjen e kapaciteteve profesionale dhe garantimin e një reagimi të shpejtë dhe të koordinuar ndaj çdo rasti të dyshuar.